Një problem i shpesht me të cilin përballen shtatzënat është edhe krijimi i trombozës në enët e gjakut. Sipas Shkëndije Shala, ligjëruese e lëndës së kujdesit infermieror në ginekologji dhe obstetrik në Kolegjin Universum, ky është njëri ndër çrregullimet më të zakonshme gjatë procesit të shtatzanisë. E një efekt pozitiv në këtë drejtim duket të ketë ilaçi i quajtur heparina, se si ndikon ky ilaç tek shtatzënat dhe pse duhet përdorur, na tregon ligjëruesja Shala. Njëra ndër shkaktarët kryesorë të përdorimit të heparinës është përdorimi për shkak të krijimit të trombozës, që është njëra ndër shërbullimet më të shpeshta gjatë shtatzanisë. Arsyeja pse ndodh formimi i trombozave është për shkak të shtatzanive të mëhershme në të cilat kanë pasur gratë shtatzëna trombozë. Zakonisht tromboza shfaqet në venat e thella, të cilat janë në venat e këmbëve, të kofshëve dhe të pelvikut. Prandaj përdoret heparina. Heparina do thotë është një tollues gjaku apo antikoagulant në gjuhën mjekësore. Arsyeja marrjes së heparinës nga shtatzënat është ajo, siç e cekëm më herët, si pasojë e formimit të trombeve apo ngjizjes së gjakut nëpër vena, e cila mund të kalojë edhe në emboli. Me embolinë kuptojmë shkëputjen e trombit nga venat dhe qarkullimin e trombit nëpërmjet qarkullimit të gjakut, që mund të kalojë edhe në mushkëri. Mandej kemi emboli pulmonare, e cila mund të rrezikojë jetën e shtatzënës, po edhe jetën e fetusit. Ka disa lloje të heparinës, por është njëri prej tyre që preferohet të përdoret më shumë tek shtatzënat. Llojet e cilat ose llojet e heparinës të cilat përdoren më së shpeshti janë llojet e heparinës me peshë të ulët molekulare, që do thotë janë më të sigurta sepse nuk barten në placentën ose nuk barten deri tek fetusi gjatë shtatzanisë. Heparina mund të aplikohet nga punëtorët shëndetësor, po edhe mund të vetë aplikohet nga gratë shtatzëna, meqenëse se dozimi i heparinës mund të bëhet çdo ditë ose 2 herë në ditë. Por si aplikohet heparina tek gratë shtatzëna? Vetë aplikimin e heparinës shtatzëna mund ta bëj duke bërë edukimin shëndetësor nga profesionistët shëndetësor, që do të thotë që çdo profesionist shëndetësor ka për detyrë të bëjë edukimin e një gruaje shtatzënë se si mund ta marrë heparinën. Heparina aplikohet në rrugë subkutane, që do të thotë injektohet në lëkurë apo në pjesën dhjamore. Pjesët ku bëhet aplikimi i heparinës është në pjesa përreth kërthizës, do të thotë 2-3 cm përreth kërthizës. Është shumë më mirë të bëhet aplikimi në këtë pjesë për shkak se përthithja e heparinës është më e shpejtë. Po gjithsesi mund të bëhet edhe në muskulin deltoid apo në krah, gjithashtu edhe në pjesën e përparme të kofshës. Ligjëruesja Shala tregon edhe pse është e rëndësishme që studentët e kësaj dege të mjekësisë në Universum të mësojnë se si aplikohet ky medikament. Në kuadër të lëndës kujdesit infermieror në ginekologji dhe në obstetrik, ligjërohet edhe marrja e heparinës ose aplikimi dhe vetë aplikimin nga gruaja shtatzan. Mësohet në pjesën teorike rëndësia e heparinës, mësohet tromboza venoze, mësohet embolia dhe embolia pulmonare, mandej në pjesën praktike studentët kanë mundësinë të aplikojnë heparinën tek mollazhet apo tek kukullat të cilat na vetë i posedojnë në kabinetet tona. Derisa sipas ligjëruesës edhe interesimi nga studentët për këtë lëndë dhe këtë pjesë të ligjërimit është goxha i madh. Studentët janë mjaft interesuar për ligjëratat. Mund të themi që 80% e studentëve të cilët janë të regjistruar marrin pjesë në ligjërata, ndoshta edhe pse është një pjesë e vlerësimit ose bën pjesë në vlerësimin e studentëve, mandej edhe në pjesën praktike janë mjaft të interesuar për shkak se gjitha njohuritë që ata marrin gjatë ligjëratave, ata i shprehin në praktike dhe kanë mundësinë t'i praktikojnë në mollazhe. E këtë dëshmojnë edhe vetë studentët të cilët tregojnë se pse e kanë zgjedhur këtë drejtim dhe pse pikërisht Kolegjin Universum. Kam zgjedhur sepse çdo person tjetër kur zgjedh profesionin e vet niset nga vetja dhe individi që është dhe karakteri që ka. Si person human që jam dhe kam dëshirë t'ju ndihmoj shumë njerëzve, kam zgjedhur pikërisht infermierin dhe Kolegjin Universum. Zgjodha Kolegjin Universum për arsye të shumta, një prej të cilave është programi i studimit, ku arsye tjetër është se për shkak që është vend motivues dhe frymëzues për ne si studenta. Drejtimi i infermierisë zgjodha për shkak që është një drejtim shumë human, i cili është i orientuar në kujdesin për pacientin, ku për qëllim ka përparimin dhe trajtimin e sëmundjeve. Ndërsa përveç pjesës praktike, Universum mundson studentëve edhe praktikën në institucione private shëndetësore.
Përveç pjesës praktike që kemi në Kuleç, unë mbaj praktikën edhe në pjesën e private, institucionet private, në pjesën e ginekologjisë. Kemi mësuar shumë rreth grave shtatzëna dhe sëmundjeve të gratë shtatzëna, matjen e peshës tek fëmia, matjen e perimetrit kokës dhe gjatësisë së fëmisë.